Falënderimet I përkasin vetëm Allahut subhanahu wa ta'ala. Atëre falenderojmë dhe vetëm prej Tij ndihmë dhe falje kërkojmë. I lutemi Allahut xhalleshanuhu që të na ruajë nga e keqja e vetes dhe veprave që bëjmë. Atë që udhëzon Allahu nuk ka kush ta humb, dhe atë që humb Allahu nuk ka kush ta udhëzoj. Dëshmoj dhe deklaroj se nuk ka të adhuruar të vërtet përveç Allahut dhe se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është rob dhe I dërguar I Tij. Fjalët më të sinqerta janë fjalët e Allahut xhalleshanuhu. Udhëzimi më I drejtë është udhëzimi I Muhamedit, të dërguarit të Allahut, dhe veprat më të këqija janë shtesat në fe. Dhe çdo shtesë konsiderohet bidat dhe çdo bidat të çon në humbje. Xhamati nderuar, bashkëpunimi mes njerëzve është domosdoshmëri e cila kurrësi nuk mund të lihet. Është natyrshmëri në të cilën Allahu I krijoi njerëzit, të veçlit dhe të mëdhenj, të rit dhe të moshuarit, meshkujt dhe femrat, të pasurit dhe të varfër. Ky bashkëpunim është kriju në natyrën njerëzore dhe asnjë nuk bën dot patjetrin. Asnjëri nuk mund të përballet me hallet dhe problemet që mund t'i dalin përpara. Asnjëri nuk mund t'i nxjerrë kraharorin halleve, problemeve dhe gjërave që mund t'i dalin gjatë jetës fillikat I vet. Për këtë arsye, njerëzit në natyrshmëri kanë nevojë për njëri tjetrin. Kanë nevojë për bashkëpunimin reciprok ndërmjet njëri tjetrit. Për këtë arsye, edhe tekstet kuranore dhe hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam kanë ardhur pikërisht për të nxitur në këtë bashkëpunim. Dhe kur themi bashkëpunim, kemi për qëllim bashkëpunimin në vepra të mira dhe të hajër. Në vepra të dobishme për vetë njeriu dhe të dobishme për shoqërinë në të cilën ai jeton. Allahu subhanahu wa ta'ala I urdhëron besimtarët duke thënë: "Wa ta'awanu 'ala al-birri wat-taqwa, wa la ta'awanu 'ala al-ithmi wal-'udwan." Thot Zoti xhalleshanuhu, ndihmojeni njëri tjetrin në punë të mira dhe në të ruajturit nga të këqija dhe jo në gjunahe e armiqësi. Gjithashtu Allahu subhanahu wa ta'ala tregon për besimtarët se si janë me njëri tjetrin dhe se si bashkëpunojnë me njëri tjetrin. Thot Zoti xhalleshanuhu: "Wal mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd, ya'muruna bil ma'ruf وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله." Thot Zoti xhalleshanuhu, besimtarët dhe besimtarët janë miq për njëri tjetrin. Ata urdhërojnë që të bëhen vepra të mira dhe I ndalojnë të këqijat, falin namazin, japin zekatin dhe I binden Allahut dhe pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ndërsa në surën Koha, në surën El Asr, Allahu xhalleshanuhu betohet duke thënë: "Wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr." Pasha kohën betohet Zoti xhalleshanuhu në kohën me të vërtet njeriu është në një humbje të sigurt, me përjashtim të atyre që besuan, që bën vepra të mira, që porositën njëri tjetrin që t'i përmbahen të vërtetës dhe që porositën njëri tjetrin që t'jenë të durueshëm. Pra, bashkëpunimi në vepra të mira, bashkëpunimi në mirësi është ajo për të cilën Allahu subhanahu wa ta'ala I nxit besimtarët në Kur'anin e Tij famlar. Ndërsa I dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "El mu'minu lil mu'mini kal bunyan yashuddu ba'duhu ba'da wa shabbaka bayna asabi'ihi." Thot profeti sallallahu alaihi wasallam, besimtari për besimtarin është si ndërtesa ku pjesët shtrëngojnë njëra tjetrën dhe bëri me shenjë duke lidhur mes gishtrinjve të tij. Gjithashtu, në një hadith tjetër, profeti sallallahu alaihi wasallam thot: "Mathalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamathalil jasadil wahid idha ishtaka minhu udhun tada'a lahu sa'irul jasadi bil humma was sahar." Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, besimtari shembulli muslimanëve është si shembulli I një trupi të vetëm. Kur një pjesë e këtij trupi është I smur, atëherë I gjithë trupi ndjen dhimbje. Kështu dhe është dhe çështja e besimtarëve. Kur rënkon ndonjëri prej tyre, kur ndonjëri prej tyre është në hall, është në vështirësi, atëherë të gjithë muslimanët ndihen keq. Të gjithë muslimanët janë në vështirësi dhe vihen në lëvizje për ta larguar këtë vështirësi prej vllaut të tyre musliman. Gjithashtu duhet dim se çdo person
është përgjegjës që të jetë bashkëpunues në atë dhunti që ja ka dhënë Zoti xhaleshanuhu. Dhe secili do të përgjigjet për atë që ka pak mundësi për ta bërë, për atë që ka pak mundësi për të bashkëpunuar dhe në fakt nuk ka bashkëpunuar. Ai që ka dituri duhet bashkëpunojë dhe t'jap prej diturisë së tij. Ai që ka pasuri duhet t'jap prej pasurisë së tij dhe t'i ndihmojë të tjerët dhe të jetë bashkëpunues me pasurinë e tij. Atij që Zoti xhaleshanuhu i ka dhënë penën dhe ka mundësi me shkruaj dhe ka mundësi me sqaru diçka për popullin, për shoqërinë, me amanet të plotë, duke e pat frikë Zotin xhaleshanuhu, atëherë le të jetë bashkëpunues me këtë penë që ja ka dhënë Zoti xhaleshanuhu. Trimi që Zoti xhaleshanuhu i ka dhënë trimnin, le të jetë bashkëpunues duke e dhënë atë trimërinë e tij aty ku duhet, për të mbrojtur vatanin e tij, për të mbrojtur familjen e tij, për të mbrojtur shoqërinë e tij. E kështu me radhë. Pra, bashkëpunimi në vepra të mira, në vepra të hajrit ka lloj-lloj formash dhe lloj-lloj mënyrash. Prej bashkëpunimit është bashkëpunimi mes njëri tjetrit për ta ndihmuar fenë e Zotit xhaleshanuhu, për të ftuar të tjerët në këtë fe, për t'i thirrë njerëzit në rrugën e drejtë, sepse ne jemi ummeti më i mirë që kemi ardhur për të mirën e njerëzve, për t'i nxjerrë ata nga errësira në dritë, për t'i nxjerrë ata nga errësira e shirkut, nga errësira e idhujtarisë, në dritën e tauhidit, në dritën e njësimit të Zotit xhaleshanuhu. Thot Allahu subhanahu wa ta'ala: Ya ayyuhalladhina amanu kunu ansar Allah kama qala Isa ibn Maryam lil hawariyin man ansari ila Allah. O ju që keni besuar, jeni ndihmëtar të Zotit xhaleshanuhu, jeni ndihmëtar të fesë së Allahut xhaleshanuhu, ashtu siç u tha Isa alayhis salam shokëve të vet, cili prej jush do të jetë ndihmësi im në rrugën e Zotit xhaleshanuhu. Pra, bashkëpunimi për ta çuar përpara thirrjen islame, për t'i ftuar të tjerët në fenë e Zotit xhaleshanuhu, për t'i nxjerrë ata nga errësira në dritën e Allahut subhanahu wa ta'ala. Gjithashtu, prej formave të bashkëpunimit në të mira është bashkëpunimi në urdhërimin për mirë dhe ndalimin nga e keqja. Dhe kjo është prej sifateve, prej cilësive më të larta të ummetit Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Thot Allahu xhaleshanuhu: "Wal takum minkum ummatun yad'una ila al-khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar." Le të jetë për jush një grup që i ftojnë të tjerët në të mirë, i urdhërojnë për mirë dhe i ndalojnë nga e keqja. Gjithashtu Allahu subhanahu wa ta'ala ka thënë: "Kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar." Ju jeni populli më i mirë që keni ardhur për të mirën e njerëzve, t'i urdhëroni ata për mirë dhe t'i ndaloni nga e keqja. Gjithashtu, prej mënyrave të bashkëpunimit në të mira, të bashkëpunimit në hajër, në mirësi, është bashkëpunimi në zgjidhjen e problemeve të muslimanëve. Kur merr vesh se një musliman ka një problem, nxito që t'ia zgjidhësh këtë problem, t'ia zgjidhësh një herë mirë, sepse s'ka gjë më të mirë kur ti i vjen në ndihmë vëllait tan musliman. Dhe ai që i vjen në ndihmë vëllaut ti musliman dhe ja zgjidh një problem prej problemeve të kësaj dhunjaje, Allahu xhaleshanuhu do t'ia zgjidh atij një problem të madh të problemeve të asaj dhunje. Të lehtësosh problemet e tyre. Nëse nuk ke mundësi që ti zgjidhësh ato plotësisht, atëherë nxito që t'ju lehtësosh problemet që kanë. Dhe kjo s'ka dyshim që ka shpërblim të madh tek Allahu subhanahu wa ta'ala. Dhe ashtu sikurse ti ja lehtëson një problem një muslimani, Allahu xhaleshanuhu do ta lehtësoj edhe ty një problem në ditën e gjykimit. Prej mënyrave të bashkëpunimit në të mirë është dhe të ndërmjetësosh për ata që kanë nevojë, jo me zullum, jo me rishfet, po aty ku Zoti xhaleshanuhu të ka dhënë mundësi që fjala jote të ecë, fjala jote të ketë ndikim, aty bëhu sebeb për mirë. Bashkëpuno, i bashkëpunues në të mirë. Bëhu sebeb që një problem që ka dikush të zgjidhet nëpërmjet teje. Tjetë ndërmjetësimi jot zgjidhje e problemit të vllajt tonë musliman. Dhe ta dish se nëse ti bëhesh sebeb nëpërmjet fjalëve tua, nëpërmjet gjesteve tua dhe veprave tua që t'ia lehtësosh dikujt një problem, apo t'ia zgjidhësh dikujt një problem, Allahu xhaleshanuhu ka me të shpërblyj pa mas. Atë ditë ku nuk do të bëhet dobi as malli, as pasuria dhe as fëmia, do të bëhet dobi ai person
që paraqitet para Zotit xhaleshanu me zemër të sinqertë dhe të pastër. Prej mënyrave të bashkëpunimit në mirësi është dhe pajtimi mes njerëzve. Dy veta që janë të idhnuar me njëri tjetrin, ti të mundohesh dhe të pajtosh mes tyre. Dy veta që nuk shkojnë mirë me njëri tjetrin, kanë armiqësi, kanë zili, kanë hased. Ti t'jesh sebeb që ajo armiqësi të mbarojë, ajo zili të ketë fund. Dhe mbi të gjitha këto është kur ti ndërmjetëson mes dy familjeve që janë në gjak, që ata të pajtohen me njëri tjetrin. Ke largu kështu një gjakderdhje të madhe, e cila mund të jetë e trashëguar me vite, mund të jetë e trashëguar me brez mas brezi. Ti ke bashkëpunu në këtë të mirë dhe je bo sebeb, ke pajtu mes dy vetave, ke pajtu mes dy familjeve, ke pajtu mes dy fiseve. E ku ka më mirë? E ku ka më mirë se sa ai që bëhet sebeb për hajër, që bëhet sebeb që të pajtoj mes njerëz. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në një hadith të madh, ai që i largon besimtarit një hall të kësaj bote, Allahu do t'i largojë atij një hall të ditës së Kiametit. Ai që i lehtëson punët atij që është në vështirësi, Allahu do t'ia lehtësojë atij në këtë botë dhe në botën tjetër. Ai që ja mbulon fajin një muslimani, Allahu do t'ja mbulojë atij fajet në këtë botë dhe në tjetrën. Allahu është në ndihmë të robit për sa kohë që robi është në ndihmë të vëllait të tij. Gjithashtu, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë, kush e pret një njeri që është në vështirësi, për çdo ditë pritje, ka shpërblimin e një sadakaje. Dhe kjo para se ti mbaroj koha e shtyrjes, bëhet fjalë për borxhliu. Por nëse borxhi nuk paguhet në kohë dhe borxhdhënësi e pret edhe më tepër, atëherë për çdo ditë pritje ai ka shpërblimin e 2 sadakave. Ai që mbulon vllajën e tij, kur e shikon se ka gabuar diçka, Allahu xhaleshanu do ta mbulojë këtë njerëz në ditën e gjykimit. Ai që i vjen në ndihmë robit, Allahu xhaleshanu ka për t'i ardhur në ndihmë atij në ditën e gjykimit. Gjithashtu, prej llojeve të bashkëpunimit në të mira është bashkëpunimi i njerëzve me përgjegjësi të ndryshme, qofshin ato në shtet, qofshin ato në privat, me qëllim që të arrihet interesi i shoqërisë në të cilën ata jetojnë. Dhe jo gjithë secili të shikojë interesin e xhepit vet, por përkundrazi, gjithë secili me atë mundësi që i ka dhënë Zoti xhaleshanu të bëhet sebeb që edhe shoqëria në të cilën jetojnë të jetë shoqëri jo e varfër, jo shoqëri që të ketë nevojë me vjedh, jo shoqëri që të ketë nevojë me plaçki, të jetë shoqëri ku e ndjen veten e tij të lumtur mes disa njerëzve që nuk e lanë në balë, mes disa njerëzve që e ndihmojnë atëherë kur ai ka nevojë. Gjithashtu, Islami e ka konsideru prej bashkëpunimit në mirësi, prej bashkëpunimit në vepra të mira, bashkëpunimin e të gjithë shoqërisë për ta mbajtur vendin sa më pastër. Ndoshta dikujt mund t'i duket e habitshme, si ka mundësi që Islami të folë edhe për këto gjëra që ndoshta nuk janë aq madhore tek dikush, por jo, pastërtia është prej gjërave bazë në fen ton islam. Dhe kur themi pastërti, nuk është për qëllim vetëm pastërtia e trupit dhe e rrobave që ti ke vesh, por është për qëllim edhe pastërtia e vendit ku ti jeton, ku ti ecën, ku ti punon. Edhe ajo është për qëllim. Derisa pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka konsideru largimin e pengesës nga rruga e muslimanëve prej degëve të imanit. Ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, el imanu bid'un wa sab'un shu'ba. Imani ka 70 e ca degë. A'laha kalimatu an la shahadatu an la ilaha illa Allah. Më e larta e këtyre degëve është dëshmia se nuk ka të adhuruar të vërtetë përveç Allahut. Dhe më e ulta e këtyre degëve cila është imatatul adha anit tariq. Ta largosh një pengesë që ka bllokuar rrugën e muslimanëve, ku kalojnë njerëzit. Ta largosh një ferr, ta largosh një shishe ku kalojnë makinat, ta largosh një gur. Të gjitha këto konsiderohen si pjesë e imanit. Derisa pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë, e kam pa një njeri në xhenet duke u kënaqur në kënaqësitë e xhenetit, sepse kishte larguar një pengesë nga rruga e muslimanëve. Pra, a e shikoni se sa e rëndësishme është kur njeriu, kur personi, kur individi, kur shoqëria bëhen gjithë bashkë për ta larguar një të keqe, për ta larguar pislëkun nga një vend, për ta marrë vendin sa më pastër. Dhe kjo është pjesë e fesë tonë islam.
Gjithashtu, prej mënyrave të bashkëpunimit në hajër, në mirësi, është bashkëpunimi jonë që ta këshillojmë njëri tjetrin. Si ta këshillojmë njëri tjetrin? Si kur ta shohim dikë duke bëu gabim, të gjejmë mënyrën më të mirë që t'ia themi një këshill me qëllim dhe me mëshirë dhe me dëmshurinë që kemi për ta. Sepse ai është duke bëu një gabim i cili mund të jetë me pasoja të rënda për vetë personin, dhe muslimanët bashkëpunojnë në këtë të mirë, sepse e dinë se kur shoqëria përmban individ të infektuar me gjunahe, me mëkate dhe me vepra që mund të konsiderohen shkatërrimtare, kjo e keqe nuk ngjelet më tek individi, por kalon dhe përhapet edhe në shoqëri. Prandaj muslimani nga që ja do të mirën muslimanit, ashtu siç ja do të mirën vetes, e këshillon tjetrin, e orienton ata, mundohet që të jetë dobiprurës për çdo person, për çdo individ në shoqërinë e tij. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Nuk ka besuar ndonjëri prej jush, nuk ka besuar me iman të plotë, derisa të dojë për vëllaun e tij atë që do për veten e tij. I lutemi Allahu xhalleshanu me emrat e tij të bukur dhe atributet e tij të larta, që të na bëj prej atyre që bashkëpunojnë në vepra të mira, në vepra bamirësie, në vepra të hajrit, dhe të na largojnë nga bashkëpunimi në të këqija, në mëkate dhe në çdo gjë që e zemron Allahun subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.